Selam aleikum, nëse ka mundësi diçka rreth niqahut fetarisht, a është obligim me hoxh? Aleikum salam rahmetullah. Niqahi sipas fes apo niqahi fetarisht që ke përmend ti, është obligim sipas mësimeve të Islamit e jo me hoxh, po është obligim me rregullat e fesë. E në rregullat e fesë nuk përmendet askund që duhet patjetër me qenë hoxha i praneshëm në atë niqah. E rëndësishme dy prindrit e djalit dhe dy prindrit e vajzës me qenë të pajtimit, me pas dëshmitar, kur bëhet për hajër, me qenë pajtimit djali dhe vajza, me caktu meherin, pajen ose dhuratën e nusërisë, edhe mu përapa i lajmë me marrë vesh komshia, rrethja, krabat edhe me shku njerëz me bo për herë me ditë që filani është feju me filanën. Çto janë rregullat e? S'ka rregulla tjera. Nuk është patjetër hoxha më konë aty. Absolut. Absolut. Po nëse thirrët hoxha, alhamdulillah, kusht nuk është. Mundet më thirr hoxha si dëshmitar, mundet më thirr nëse ata mendojnë që nuk i dinë rregullat fetare, mundën me shku në institucion fetar, Bashki Islame, edhe me marrë çfarë lloj certifikate. Po tham nëse dojnë atë nuk është patjetër. E ke parasysh, këto nëse pra fetarisht sipas rregullave të Islamit nuk është kusht me qenë i praneshëm në momentin e fejesës e nikahut me qenë edhe hoxha. Ajo duaja që në disa vende bëjnë bashkë me hoxha, ajo s'është niqah. Ajo nuk është niqah. Niqahi është krejt diçka tjetër. Se këtu e përzin njerëzit, thonë kur jam martu, kur kom ju dhëndër se kom thirr hoxhën, mas kam ndaj mëkat. Jo, nuk ke kur gjë. Allahu të rujtë.